Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në hapësirën informative në RTS Gjirokastra kundër të tjera, sot do të ndiqni. Viti 2025 shënoi edhe përmirësimin e mëtejshëm të infrastrukturës në bashkinë e Dropullit. Sipas kryetarit të kësaj njësie vendore, Dimitraj Toli, investimet janë përqendruar kryesisht në rrjetin e ujësillësit dhe në infrastrukturën rrugore. Përveç fondeve që ka siguruar kjo njësi vendore nga të ardhurat e veta dhe nga buxheti i shtetit, një burim tjetër për përmirësimin e infrastrukturës janë fondet nga projekte ndërkufitare të Bashkimit Evropian. Edukim dhe shkenca humane, shkolla doktorale konkretizuar si bashkëpunim me Universitetit të Gjirokastrës me atë të Maqedonisë Perëndimore nis funksionimin këtë vit akademik me 10 student. Burime nga Universiteti Ekrem Çabej bëjnë të ditur se në këtë vit të parë u është dhënë prioritet pedagogëve që nuk kanë një titull akademik. Kjo shkollë doktorale do të kryhet në gjuhën angleze me një kozgjatje nga 3 deri në 5 vite dhe do të finalizohet me marrjen e një diplome që do të ketë logon e dy universiteteve. Të blesh një pronë sot në Gjirokastër është bërë shumë e vështirë. Kjo i adresohet shfrytëzimit të tyre si njësi akomoduese për turistët, çka ka sjellë edhe mungesën tregun immobiliar për shtëpime qira edhe pse kërkesat nga familjarët janë të shumta. Doktoresh Hëna Haruni plotsoi 4 dekada që u shërben banorëve të Mesopotamit në bashkinë e Finiqit. Megjithse erdhi nga zona e Korçës dhe banon në qytetin e Sarandës, ajo ndihet si pjesë e familjes së madhe të banorëve minoritar grek. Edhe pse ka plotësuar moshën e pensionit e ka të vështirë të ndahet nga banorët bujar të Mesopotamit. Ju njohim tani më gjerësisht. Në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës vijon lëvizja nga të dy anët e kufirit, por sigurisht këto ditë fluksi është shtuar drejt tokës greke, ku emigrantët kthehen pas festimit të festave pranë të afërmëve të tyre. Gjatë 24 orëve kanë lënë tokën shqiptare 6.022 persona. Ndërkohë edhe sot, fermerët grek kanë paralajmëruar zhvillimin e protestës në intervalin kohor 19:22:00 me orën greke. Autoritetet kufitare u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë mirëkuptim dhe të planifikojnë udhëtimet e tyre në orare të tjera. Sipas informacionit të marrë nga policia kufitare greke përmes qendrës së përbashkët të shkëmbimit të informacionit, policia kufitare Kakavijës njofton se ditën e sotme nga ora 19:00 deri në orën 22:00 me orën greke do të bllokohet aksi rrugor Kakavija-Nin në kryqëzimin e fshatit Kallpaq për shkak të një proteste të fermerëve. Gjatë kësaj periudhe do të lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet me emergjenca shëndetësore. Autoritetet kufitare u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë mirëkuptim dhe të planifikojnë udhëtimet e tyre në orare të tjera. Ndërkohë, në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, gjatë 24 orëve të fundit, janë përpunuar 8.886 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 2.864 në hyrje dhe 6.022 në dalje, si dhe 2.913 mjete hyrje dalje, nga të cilat 864 në hyrje dhe 2.029 në dalje. Pala shqiptare po punon me 7 sportele, 3 në hyrje dhe 4 në dalje, ndërsa pala greke me 4 sportele, 2 në hyrje, 2 në dalje. Edhe në Triurat është regjistruar qarkullim ku gjatë 24 orëve të fundit janë përpunuar 445 shtetas në hyrje dalje, 119 në hyrje dhe 326 në dalje, si dhe 205 mjete, 57 në hyrje dhe 148 në dalje. Policia kufitare vijon monitorimin e situatës dhe apelon për informim të vazhdueshëm të udhëtarëve para nisjes drejt kufirit. Viti 2025 shënoi edhe përmirësimin e mëtejshëm të infrastrukturës në bashkinë e Dropullit. Sipas kryetarit të kësaj njësie vendore, Dimitraj Toli, investimet janë përqendruar kryesisht në rrjetin e ujësillësit dhe në infrastrukturën rrugore. Përveç fondeve që ka siguruar kjo njësi vendore nga të ardhurat e veta dhe nga buxheti i shtetit, një burim tjetër për përmirësimin e infrastrukturës janë fondet nga projektet ndërkufitare të Bashkimit Evropian. Gjatë 8 viteve të fundit, qeveria shqiptare ka investuar 15 milion euro për përmirësimin e rrjetit ujësillësit në bashkinë e Dropullit. Tashmë, është drejt përfundimit rrjeti ujësillësit që e ka fillesën nga burimi i Selçkës në Pogon, duke siguruar furnizimin me ujë të pishëm 11 fshatrave në Dropullin e poshtëm. Njëkohësisht, nga fondi i zhvillimit ka filluar rikonstruksioni një segmenti rruge në Pogonin Malor.
Investimet kryesore që janë realizuar në Bashkinë Dropull edhe janë drejt përfundimit, e para është ujësjellsi nga stacioni pijor që ka nisur këtu afërsisht 10 muaj dhe është drejt mbarimit, që është një investim për Dropullin ose për fshatrat nga Jurgucati deri në Dervician, që do marrin ujë me rrjedhje të lirë. Kjo është investimi kryesor dhe investimi më i madh. Investim tjetër i rëndësishëm është një pjesë rruge që Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka filluar dhe po punohet në Pogon, që është një rrugë rreth 3 kilometra, që është rrugë e bardhë, quhet, edhe presim vazhdimin e fazës tjetër vitin që vjen 2026. Gjithashtu, gjatë vitit 2025 janë kryer disa investime të tjera me fonde nga të ardhurat e bashkisë. Punë të tjera në Bashkinë e Dropullit, bashkia me fondet e veta ka shtruar rrugë me beton në disa fshatra, në fshatin Kër, që është fshati më i largët, në fshatrat e Dropullit të sipër, në Jorgucat, në Sofratik, në Dhuvjan, në Longo, në Sotir, edhe shumë fshatra të tjera, se është procesi dhe vitin që vjen që do vazhdoj të shtrohen këto rrugët me beton. Rrugët në nevojë, rrugët në Bashkinë Dropull nuk mbarojnë asnjëherë, po ne me mundësitë që kemi, i kemi vënë para, mund të themi, dhe vazhdojmë çdo vit edhe bëjmë pjesë rrugë. Përveç fondeve që ka siguruar kjo njësi vendore nga të ardhurat e veta dhe nga buxheti i shtetit, një burim tjetër për përmirësimin e infrastrukturës janë fonde nga projektet ndërkufitare të Bashkimit Evropian. Edukim dhe shkenca humane, shkolla doktorale konkretizuar si bashkëpunimi i Universitetit të Gjirokastrës me atë të Maqedonisë Perëndimore nis funksionimin këtë vit akademik me 10 student. Burime nga Universiteti Ekrem Çabej bëjnë të ditur se në këtë vit të parë është dhënë prioritet pedagogëve që nuk kanë një titull akademik. Kjo shkollë doktorale do të kryhet në gjuhën angleze me një kohëzgjatje nga 3 deri në 5 vite dhe do të finalizohet me marrjen e një diplome që do të ketë logon e të 2 universiteteve. Për herë të parë këtë vit akademik nis në Universitetin e Gjirokastrës shkolla doktorale Edukim dhe Shkenca Humane. Rektori Jahucana thot për mikrofonin e RTS se janë 10 projekte kërkimore shkencore që ofrohen ku çdo student do të udhëhiqet nga 2 pedagog, ku njëri prej tyre do të jetë nga Universiteti i Maqedonisë Perëndimore, me të cilin u arrit të konkretizojë kjo shkollë doktorale e para në rang kombëtar. Për këtë vit akademik, pas një përpunje dhe përpjekje shumë të lodhshme nga 2 palët, sidomos me palën greke, u realizua shkolla e doktoraturës. Natyrisht kishim shumë vështirësi për arsye sepse Greqia si shtet nuk është pjesë ose nuk aderon në marrëveshjen e Bolonjës dhe kemi mos përputhje të ligjeve. Megjithatë, duke qenë se të 2 palët kishin një dashamirësi për të realizuar këtë program, tashëm aktualisht miratuar nga Ministria Shqiptare 10 projekte kërkimore shkencore ku janë përcaktuar dhe udhëheqësit konkret të temave, pra 10 pedagogët tanë të bashkëqëruar me 10 pedagogë të Universitetit Kozanit. Të gjitha këto të 10 projektet e reja që ka paraqitur Universiteti Ekrem Çabej dhe pedagogët e Fakultetit të Edukimit dhe Shkencave Shoqërore ishin të një niveli shumë të lartë, të cilat u vlerësuan tepër pozitivisht dhe nga pala greke, gjë që garantoi suksesin e kësaj shkolle doktorale. Kjo është vërtet një dritare shumë e madhe, por sepse kjo doktoratur do të jetë një doktoratur PhD, e cila është me një vend të Bashkimit Evropian, ku Universitetet shqiptare kanë vuajtur në këtë aspekt, për tashëm ne jemi përballë një realiteti. Kjo ka ardhur si rezultat i një pune serioze që kanë bërë stafet akademike, Fakulteti i Edukimit, Shkencave dhe Shoqërore, duke konkretizuar një program të tillë kaq të rëndësishëm në fushën e edukimit dhe shkencat humane. Kërkesat kanë qenë të konsiderueshme për ndjekjen e saj, por fitues janë shpallur vetëm 10 dhe ishte dhënë prioritet pedagogëve të Universitetit Ekrem Çabej. Interesi i studentëve ka qenë i jashtëzakonshëm, kërkesat janë shumë të mëdha, madje kanë kërkuar edhe nga vendet si nga Turqia,
por dhe vendet tjera të rajonit për të bërë pjesë e shkollës doktorale që ne kemi hapur. Por natyrisht duke qenë në vitin e parë, ne si universitet kemi nxjerr një rregullore të kësaj studimi që në radhë të parë të shikojnë pedagogët tanë të brendshëm që nuk kanë titull akademik, pra është një detyrim ligjor që ka universiteti për të kualifikuar pedagogët e rinj. Kështu që më shumë hapësirë u shëllën pedagogëve të universitetit tonë dhe vitin tjetër natyrisht që kërkesat i kemi të mëdha për të përfshirë edhe student të huaj në shkollën doktorale. Kjo doktoraturë vjen si rezultat sepse gjuha e kësaj doktorature është në gjuhën angleze, kështu që gjithkush mund të gjejë veten edhe nga jashtë shtetit, sepse shkencat humane dhe ato të edukimit paraqesin interes shumë të madh për të rajonin, por dhe më gjerë. Kjo shkollë doktorale do të kryhet në gjuhën angleze me një kohë zgjatje nga 3 deri në 5 vite dhe do të finalizohet me marrjen e një diplome që do të ketë logon e 2 universiteteve. Drejtuesit e bujqësisë në Bashkinë e Dropullit kanë ndërmarrë masa konkrete për të përballuar me sukses sezonin e vaditjes të mbjellave verën e vitit që vjen. Konkretisht do të rikonstruktohet rezervuari i Pepelit, si dhe do të pastrohen 2 kilometër në rrjetin e kanaleve vaditës. Kjo bashki ka në jurisdiksionin e saj territorial 18 rezervuare, prej të cilëve 7 janë funksional. Fermerët e Dropullit të Sipër kanë rritur pretendimet e tyre ndaj instancave vendore, në mënyrë që të garantojnë sasinë e ujit për të vaditur të mbjellat e tyre. Pas përballimit me sukses të situatës së përmbledhjeve në 10 ditësin e fundit të muajit nëntor, Drejtoria e Bujqësisë së Bashkisë Dropull po mendon tashmë për sezonin e vaditjes të vitit 2026. Pikërisht për të fakt, kanë dalë edhe disa fonde për të investuar, qoftë në rezervuare, ashtu edhe në rrjetin vaditës. Bashkia Dropull ka në jurisdiksionin e saj territorial 18 rezervuare, ka të cilat vetëm 7 janë funksional, kurse fusha e Dropullit nga 209 km me kanale vaditëse, vetëm 86 km janë funksionale. Megjithatë, drejtuesit vendor pretendojnë se së shpejti fillojnë punimet për rikonstruksionin e rezervuarit të Pepelit, si dhe pastrimit 2 km kanale vaditëse. Bashkia Dropull ka bërë një studim për të rikonstruktuar kanalin e Pepelit, i cili gjatë viteve të fundit ka rrjedhje në disa zona dhe sidomos në kanalin ushqyes të Ajorit, i cili ushqen të rezervuar ka disa dëmtime në hyrjet të tij. Gjithashtu dhe kanali i Ajorit është dëmtuar nga mbushjet gjatë viteve dhe për të pjesë Bashkia Dropull ka hartuar një projekt për rekonstruksionin e këtij kanalit. Qëllimi i këtyre është për në radhë të parë për të mbajtur në funksion diget, sepse diga e Pepelit është ndër digat më të mëdha që ekzistojnë në rezervuaret e bashkisë tonë dhe në atë klasifikimin kombëtar të digave është në digat e mëdha, kështu që përrekit rrezik të madh nëse neve nuk ndërhyjmë në kohë për ta riparuar ato. Rreziku është për digën dhe nga ana tjetër është të prishë rezervuaret që do të ketë një dëm të madh ekologjik. Çfarë do të bëni konkretisht tani investimi? Investimi parashikon rekonstruksionin e digës, veshje nga ana e brendshme me kaldrëm në mënyrë që mos ketë rrjedhje, rekonstruksionin e pjesës së sipërme të rrugës që lidh fshatin Pepel me Vryseran dhe të gjithë pjesës së digës, si dhe kanalin ushqyes të Ajorit dhe kanalin vaditës në dalje të kësaj dige. Janë 2 kilometra kanale që do të pastroni nga Pepeli? Janë më pak. Janë rreth 300-400 metrë, fazën e parë, pastaj më vonë do të vazhdoj pjesa tjetër. Duke parë situatën e krijuar me rrjetin e vaditjes, disa fermerë që ushtrojnë aktivitet bujqësor në Dropullin e Sipër kanë filluar të aplikojnë sistemin e vaditjes me spërkatje nëpërmjet puseve, të cilat i kanë ndërtuar vetë. Të blesh një pronë sot në Gjirokastër është bërë shumë e vështirë. Kjo i adresohet shfrytëzimit të tyre si njësi akomoduese për turistët, shka ka sjellë edhe munges në tregun imobilar për shtëpi me qira, edhe pse kërkesat nga familjarët janë të shumta. Me vendosjen e pronave në shërbim të turizmit në Gjirokastër, tregu imobilar është bllokuar për sa i përket shitjes së tyre. Kërkesave të shumta për apartamente, por edhe shtëpi karakteristike, agjensitë nuk arrin t'u përgjigjen. Për vitin 2025, në agjensinë tonë për sa i përket tregut imobilar, ka patur kërkesa për blerje, por faktikisht nuk kemi disponibël shumë prona,
për arsye sepse një pjesë shumica e pronave është akoma në Booking dhe BnB. Funksionojnë pak faktikisht në pjesën e dimrit, por gjithsesi ka prap rezervime, që do të thotë që qyteti Gjirokastës punon për sa i përket ambienteve me qira gjatë gjithë vitit për 12 muaj. Funksionon faktikisht, ndërsa për sa i përket shitjeve, ka klientë goxha të interesuar për ambientet 1+1, 2+1 dhe të restauruara dhe të parestauruara. Shumica janë me pagesë të menjëhershme, por kemi dhe nga ata klientë që janë me pjesë kredie. Kryesojnë faktikisht lagjet që janë më afër qytetit, që janë lagja 18 shtatori, për sa i përket apartamenteve, lagja Palorto, Dunavat dhe 11 janari për sa i përket shtëpive karakteristike. Pothuajse e pamundur është të gjesh edhe një shtëpi me qira vjetore në qytetin e Gurt. Pronarët e tyre preferojnë më tepër të japin ato me ditë ose javë. Për sa i përket apartamenteve me qira, fokusi është goxha i lartë, ka kërkesa shumë të mëdha. Për sa i përket familjeve, ka familje që duan me një afat kohor 1 vjeçar, 2 vjeçar dhe kështu me radhë, por nuk mundemi dot për arsye sepse familjarët kërkojnë vetëm me qira ditore, maksimumi një javore. Është fokusi më i madh që është përqendruar. Për arsye sepse dhe këto shtëpi faktikisht jepen me qira ditore, nuk prishen, me fjalë kanë pjesa amortizimit është shumë herë më e vogël në krahasim me një familje që do jetojnë në atë apartament. Dhe kështu që duan më tepër qira ditore. Aktualisht kanë ardhur kërkesa dhe për pjesë hotelerie për t'i marrë me qira, jo për të blerë, por për të marrë me qira, për të punuar. Hotelet, bujtinat, këto që janë aktualisht, ka patur kërkesa për pjesë hotelerie, goxha, faktikisht. Kemi në dispozicion diku te 4-5 ambiente deri tani, por që prapë sërish jemi në kërkim, sepse sezoni pret që të filloj prapë sërish me ato hobin e madh që ka patur në vitin që shkoi. Ajo çka apelon bani është kryerja e vlerësimit të pronave të cilat kërkojnë t'i shesin. Ky proces që nis së bashku me 2026 synon për ditësimin e vlerës, duke paguar 5% tatim në vend të 15% që paguhet pari vlerësim. Doktoresh Hëna Haruni plotsoi 4 dekada që u shërben banorëve të Mesopotamit në bashkinë e Finiqit. Megjithse erdhi nga zona e Korçës dhe banon në qytetin e Sarandës, ajo ndihet si pjesë e familjes së madhe të banorëve minoritar grek. Edhe pse ka plotësuar moshën e pensionit, e ka të vështirë të ndahet nga banorët bujar të Mesopotamit. Humanizmi, respekti dhe solidariteti njerëzori kalojnë perceptimet e mesazheve të betimit të Hipokratit. Dashuria për njerëzit nuk njeh përkatësi etnike, fetare apo bindje politike. Ky fakt evidentoi tek rasti mjekës së nderuar, zonjës Hëna Haruni, cila u shërben tashmë prej 40 vitesh banorëve të Mesopotamit në bashkinë e Finiqit. Erdhi nga zona e Korçës me banim në qytetin e Sarandës. Prej vitit 1185 ushtron profesionin human të mjekut në një njësi administrative e cila banohet kryesisht nga anëtarë të minoritetit etnik grek. Pas 40 vitesh, më duket sikur kam 4 vite, jo sikur kam 40. Sa kam mbaruar në 85, në 1 shtator kam filluar, kam marrë emërimin në Mesopotam, edhe pothuajse s'kam lëvizur fare, emërimi ka qenë vetëm këtu në qendër. Kam kërkuar kur kisha fëmijë të vegjël që të afrohesha në Saran, po me që këtu kishe nevojë se mbuloja pediatrin fëmijët në atë kohë, mjeku tjetër merrej me të rriturit edhe nuk i mbulonte dot, se atëherë kishte shumë popullat. Kur vije këtu në mëngjes ishte radha mbushur korridoret se nënat me fëmijë donin raporte, donin të vizitoheshin, kishte shumë punë. Edhe duheshin patjetër 2 mjek, edhe s'pata mundësi që të largohesha. Pastaj kur fëmijët u rritën, thash hajde, s'ka më nevojë atje, më mirë po ri këtu. Më pëlqeni si njerëz se këtu mbizotron minoriteti, pak njerëz janë që janë të ardhur, po 90% është minoritet. Dhe më kanë respektuar dhe i kam respektuar, u kam shërbyer pas një dallim të gjithëve.
Se po të që të kisha ankesa e gjëra, njeri u lëviz. Jeni lidhur me banorët e punës? Shumë. Unë i kam si familjen time. Unë të vete në çdo shtëpi kur të dua, derën e kam të hapur për çdo gjë. Tashmë, doktoresha Ëna e ka plotësuar moshën e pensionit, megjithse e ndjen se duhet të përkushtohet fëmijëve të saj, nëpër me becave e ka shumë të vështirë të ndahet nga banorët bujar dhe mikpritës të Mesopotamit. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra, ndahemi bashkë, mirë takosh.